Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kanalin Rritu Financiarisht. Nëse jeni të rinj këtu, dua t'ju them diçka që e them gjithmonë në fillim. Mos merrni vendime për investime vetëm nga një video në internet. Merrni informacion, mësoni, kontrolloni vetë dhe nëse keni mundësi, këshillohuni me një ekspert financiar të licencuar. Sepse çdo vendim financiar është personal dhe përgjegjësia është gjithmonë individuale. Poshtë në përshkrim do vendos një link të thjeshtë ku mund të shikoni se ku investoj unë vetë, por mos e merrni si këshill. Thjesht informacion. Dhe tani, le të fillojmë me temën e sotme. Investimi në SP 500 për shqiptarët. Si funksionon, çfarë është dhe si mund të filloni edhe me pak para. Nga Shqipëria, nga Kosova apo nga Europa. Le ta themi që në fillim. Shumë shqiptarë mendojnë se investimi është i vështirë. Mendojnë se duhet të kesh shumë para. Apo se duhet të kuptosh bursën, grafiqet, termat e çuditshëm. Por e vërteta është shumë më e thjeshtë. Nëse investon në mënyrë të qetë, afatgjatë, pa stres dhe në produkte të sigurta, atëherë investimi bëhet një nga vendimet më të zgjuara të jetës. Një nga këto investime afatgjata është SP 500. Dhe sot, do ta shpjegojmë si të ishim ulur bashkë në një kafe, pa fjalë të mëdha dhe pa komplikime. Çfarë është SP 500? Imagjino të kesh mundësinë të blesh një copë të vogël nga 500 kompanitë më të mëdha, më të sigurta dhe më të njohura në Amerikë. Jo të zgjedhësh cilën prej tyre, por ti kesh të 500 tat brenda një investimi të vetëm. Ky është SP 500. Një indeks që mbledh brenda vetes kompanitë më të mëdha amerikane, Apple, Google, Microsoft, Coca-Cola, Amazon, Visa, Nike dhe shumë të tjera. Pse është i rëndësishëm? Sepse historia e tij 50 vjeçare ka treguar diçka. Në periudha të gjata, SP 500 zakonisht është rritur. Ka pasur ulje ngritje, madje rënje të forta. Por në afatin 10, 20, 30 vjeçar, gjithmonë është rrimë këmbur dhe ka ecur përpara. Kjo është arsyeja pse shumë njerëz e përdorin SP 500 si investim afatgjatë. Pse shqiptarët po investojnë në SP 500? Sepse është i thjeshtë i sigurt krahasuar me shumë investime të tjera i diversifikuar pa stres, nuk ke nevojë të zgjedhësh kompani një nga një dhe mund të fillosh edhe me shumë pak para. Shumë shqiptarë në Shqipëri, Kosovë apo Europë kanë filluar të investojnë pak e nga pak. 10 euro, 20 euro, 50 euro. Çdo muaj. Dhe me kalimin e viteve, këto shuma të vogla bëhen shumë të mëdha fal interesit të përbërë. Shumë shqiptarë që jetojnë në vendet e BE-s kanë mundësi të përdorin platforma të licencuara në Europë si Trading 212, eToro, Interactive Brokers, Freedom 24. Por dua të jem shumë i qartë, nuk po rekomandoj asnjërin. Janë vetëm shembuj që njerëzit zakonisht përdorin. Secili duhet të vendos vetë se ku ndihet mirë, të lexojë kushtet, tarifat, rreziqet dhe të bëjë zgjedhjen e tij. Po nga Shqipëria apo Kosova? Disa prej këtyre platformave funksionojnë edhe atje, disa jo. Varet nga ligjet, licencat dhe ndryshimet që ndodhin vazhdimisht. Shqiptarët zakonisht zgjedhin platforma ndërkombëtare që pranojnë përdorues nga Shqipëria ose Kosova. Por prapë, secili duhet ta verifikojë vetë përpara se të krijojë llogarinë. Kujtoj edhe një herë, ne nuk po japim rekomandime investimi. Thjesht po flasim për opsione që ekzistojnë. Vendimi final është gjithmonë personal. Shumë njerëz mendojnë se duhet të fillojnë me 1000 euro. Por e vërteta është krejt ndryshe. Edhe me 10 euro në muaj, pas shumë vitesh, mrekullit ndodhin. Sepse, kur investon vazhdimisht, pak e nga pak, vjen një moment që parat fillojnë të rriten vetë. Kjo është fuqia e SP 500. Dhe nuk ke nevojë të kuptosh bursën, grafiqet, tregtimin.
Vetëm disiplinë dhe durim. Rreziqet duhet t'i dim patjetër. Nuk ka investim pa rrezik. SP 500 mund të bjerë, madje shumë. Mund të kalojnë muaj ose edhe vite pa fitim. Por historikisht, ai ka dalë gjithmonë lart në periudha të gjata. Ndaj, nëse dikush ka nevojë për ato para brenda 6 muajsh ose një viti, SP 500 nuk është investimi i duhur. Ky është investim për 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet. Dhe për ata që duan të krijojnë pasuri të ngadaltë, por të qëndrueshme. Ajo që po përdorin shumë shqiptarë në Europë dhe jashtë vendit është investim i vogël çdo muaj. Pa e ndalur, pa e prekur, afat gjatë. Kjo strategji e thjesht ka funksionuar për miliona njerëz në botë. Dhe nuk ka nevojë të jesh ekspert. Vetëm vazhdimsi. Të themi të drejtën, njerëzit shpesh e prishin investimin duke u futur në panik, duke e ndalur, duke provuar gjëra të rrezikshme apo duke ndjekur këshilla të çuditshme në TikTok. Ti, mos e bëj këtë gabim. Mbaje të thjeshtë. Mbaje të qetë. Mbaje afatgjatë. Nëse dëshiron të investosh, mos investo duke ndjekur dik në internet. As mua. As askën. Merr informacion. Këshillohu me një specialist. Mendo me qetësi. Sepse në fund, vendimi është i yti. Pasuria është e jotja. Dhe përgjegjësia është vetëm e jotja. Nëse kjo video të ndihmoi, nëse të dha qetësi, nëse të dha një ide, apo të frymëzoi të fillosh rrugëtimin tënd financiar, atëherë mos harro të abonohesh në kanalin Rritu Financiarisht. Na ndihmon shumë. Dhe na jep mundësinë të sjellim edhe më shumë përmbajtje të vlefshme për shqiptarët kudo që janë. Dhe nëse ke një mik, kushëri, shok, që i duhen këto informacione, shpërndaje videon me të. Mund t'i ndryshoj rrugën financiare. Ashtu siç po e ndryshon tënden.